Vetëm një ditë pasi prokuroria e posaçme njoftoi se kishte sekuestruar disa kompani të anëtarëve të organizatës kriminale të Xhevdet Troplinit Pojës, njëra prej tyre, televizioni privat Vlora Cable, në pronësi të vëllezërve Danaj, ka ndryshuar pronësinë pas një shqetësim. Nexhmedin Danaj, arrestuar më parë në Spanjë në ndyshimet se kishte pastruar rreth 65 milionë euro të siguruara nga trafiku i kokainës, ka vendosur t'i shes vëllait të tij, Vexhiut, 30% e aksioneve. Kontrata e nënshkruar jashtë zyrës notariale thotë që shitja e aksioneve është kryer në datën 1 maj 2025 dhe vlera e saj është 30.000 lekë të reja. Ndërkohë dokumenti është regjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit në 22 maj dhe prej këtij momenti ai merr vlerë ligjore. Ky transaksion si rregull nuk duhet të regjistrohej pasi siç deklaroi Spaku një ditë më parë, kompania ishte vendosur nën sekuestro, gjë e cila presupozon se ndalohet ndryshimi i pronarëve. Por të dhënat zyrtare tregojnë se prokuroria e posaçme nuk ka dorëzuar ende asnjë akt pranë qendrës kombëtare të biznesit për të vërtetuar se gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e aksioneve të Nexhmedin Danajt në kuadër të operacionit Ura. Gjithashtu nga një vëzhgim i syri televizion në regjistrin e kompanive private rezulton se të paktën deri para ditën e kësaj të premteje, asnjë prej kompanive të personave të përfshirë në hetimin e antimafjes italiane nuk është vendosur ende nën sekuestro, duke ngritur dyshime për vonesa të pajustifikuara ose në rastin më të keq për mos bllokimin e tyre. Nexhmedin Danaj, vëllai i kryetarit socialist të qarku të Vlorës, Sidri Danaj, dyshohet si pjesë e grupit kriminal Poja, të drejtuar nga Xhevdet Troplini. Të mërkurën e kësaj jave, në 21 maj, Prokuroria Antimafia e Barit dhe Prokuroria Speciale në Tiranë organizuan një event në të cilën prezantuan në mënyrë të përgjithshme rezultatet e operacionit Ura, bazuar në një hetim të nisur prej disa vitesh nga autoritetet italiane. Sipas të dhënave të gjykatës italiane, rezulton se grupi i Troplinit përfshirë edhe nipin e tij Elvis Doçi, i njohur si VC Pojës, janë përgjegjës për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të Evropës. I penduari i drejtësisë shqiptare, Nureddin Dumani, ka deklaruar për hetuesit italian se grupi i Troplinit kontrollon të gjithë qytetin e Durrësit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka akuzuar organizatën e Xhevdet Troplinit se është e përfshirë në fushatën elektorale të 11 majit për të siguruar vota në mënyrë kriminale për Partinë Socialiste të Edi Ramës. Të dhënat zyrtare tregojnë se Edi Rama ka miratuar leje ndërtimi për hotel në Bregdet për kompaninë e visit të Pojës, vetëm pak muaj para zgjedhjeve parlamentare të këtij viti.